Një ditë para hapjes së pikës kufitare të Rafa, ripi i Gazës u përball me një valë të re sulme ajrore që lan pas të paktën 12 viktima, gjysma e të cilave fëmijë. Ngjarjet e mëngjesit tregojnë për realitetin dramatik me të cilën përballen banorët e zonës, edhe teksa përpiqen të shfrytëzojnë mundësinë e lëvizjes përmes pikës kufitare mbas një viti izolimi. Sulmi i parë ndodhi në veri perëndim të Kanjonis, ku një tent që strehoi persona të zhvendosur u godit nga aviacioni. Të paktën 7 persona humbën jetën, përfshirë 3 fëmijë. Pak më vonë, një ndërtesë banimi në lagjen perëndimore të qytetit u shënjestrua nga një tjetër sulm ajror, duke shkaktuar 5 të vdekur. Një sulm i tretë në lagjen Daraj plagosi të paktën 8 persona. Ky cikël i ri i dhune thekson pasojat e vazhdueshme të konfliktit në Gaza, ku vetëm që nga hyrja në fuqi e armëpushimit të ndërmjetësuar muajin e kaluar, qindra palestinez kanë humbur jetën si pasojë e operacioneve ushtarake. Ndërsa banorët përpiqen të përgatiten për hapjen e Rafa, presioni mbi civilët mbetet i madh. Izraeli ka njoftuar se pika kufitare do të rihapet të dielën për lëvizje të kufizuara, duke lejuar vetëm ata që kanë marrë leje sigurie dhe që u larguan gjatë 2 viteve të fundit. Kthimi i ndihmave humanitare apo furnizimeve nuk do të lejohet. Lëvizja e fëmijëve të lindur jashtë ripit të Gazës gjithashtu nuk do të jetë e mundur. Hapja e kufirit të Rafa është pjesë e marrëveshjes së armëpushimit, e cila synonte të lehtësonte izolimin e qytetarëve, por kushtet e vendosura nga pala izraelite po e bëjnë këtë proces shumë të kufizuar. Autoritetet palestineze kanë reaguar menjëherë, duke kërkuar që lëvizja përmes pikës të jetë pa kufizime dhe të respektojë të gjitha pikat e marrëveshjes. Qysh prej fillimit të sulmeve të fundit, më shumë se 71.600 palestinez kanë humbur jetën si rezultat i konfliktit në ripin e Gazës, duke lënë komunitetin ndërkombëtar dhe banorët lokal përballë një situate humanitare dhe politike të jashtëzakonshme. Situata në ripin e Gazës mbetet e tensionuar, ndërsa civilët përballen me të ftohtin, mungesën e shërbimeve bazë dhe kërcënimin e vazhdueshëm të dhunës, duke bërë hapjen e Rafa një moment të ndërlikuar dhe të pasigurt në mes një konflikti që duket se nuk ka ende një rrugdalje.